Dhe e dini se kush është problemi më i madh me gratë e arrira. Është se mendojnë që gjykojnë që janë në situata mirë apo keq, po mirë apo keq. Jo, problemi më i madh i një gruaje në vendimarrje dhe çdo njeriu në vendimarrje, po një gruaj që shikon me më shumë ngjyra situatën është që asnjëherë nuk është bardhëzi situata. Unë kam 2 materiale nga intervista shumë e mirë e Barack Obamas. Unë do i kërkoj stafit 2 minuta, ta ndiqni, çfarë ai thot për Michelën, çfarë ai thot për Tom. Dhe dua vetëm një analizë të vogël për t'ju thënë një gjë. Kategoria jonë që jemi këtu nuk vuan nga mos kuptimi se çfarë është e mirë e çfarë është e keq. Le mos trajtohemi si dement me njëri tjetrin, si budallë. Ne vuajmë nga aftësia për të marrë vendime në situata komplekse. Kur ti 51 me 49 dyshon gjithmonë. Kur ti e din që nëse ti e vijon dhe pak sakrificën, do bëhesh shumë e nevojshme. Po në rast se ti nuk e vazhdon me sakrificën, mundet të të zëvendësojnë. Po në rast se ti nuk je dhe kjo mundet që të të konkurrojnë, sepse e kanë në dorë ata. Mbetet përsëri që në vendimarrje 80% janë burra. Por nga ana tjetër ti e di shumë mirë se si bëhet ndryshe, po e di shumë mirë që ky këtu, dhe s'po flas si burrat se meritojnë flat, ky nuk është rrit ndryshe dhe kaq di. Hajde ta ulim tani stekon sepse ky kaq pranon, ti bëhemi të pranueshëm që të arrijmë të mbijetojmë. Situatat janë komplekse. Dhe në situata komplekse, na duhen her pas here disa sinjalistika që të na qartësojnë që 49 është 49, 51 është 51, që me 2% mund të ndryshojë jeta. Sepse pushtetet nuk kërkojnë ndonjëherë 78 mandate si po kërkojnë tani, se janë situata sui generis. Kërkojnë 71 dhe po morën 71 mbajnë dhe 81. Në jetën tonë të përditshme, ju keni 100 komente, e di që fatkeqësisht psika njerëzore ju bën të ndaloni ke 4 të këqijat, 96 mirat si shef njeri. Dhe rinë aty dhe hypën makinë dhe thu, po pse kishte thënë, po kush është ky, po ma gjej kush e ka bërë komentin. Në fakt do të jetë invers. Shuajeni 4, keni 5 njerëz delete, lejoni 96 të vi brenda jush. Nuk ka shanse. Në faqen e secilit personale, lëreni faqet e portaleve, që juve mos keni një diferencë midis 51 mira 49 këqija, sepse ata që ju kanë ndjekur ju kanë pëlqyer si fillim. Dhe çfarë bëni ju? Ju rini gjithmonë te 49-ta, apo ke 40-ta e keqe, apo ke 5-ta e keqe, dhe nuk e kuptoni që ai 2% shkon tek ai teksti këngës The winner takes it all, the loser standing small. We have to win. Pastaj përcaktojmë se kush na komenton. Mbani mend 2%. Tani ndiqni një moment çfarë thot ai kur e pyet David Letterman për Michelën, e cila pritej që këtë herë të ishte garusja për kandidate për presidente, shumë herë më lart se sa Biden, dhe që presupozohej që do të bënte një bau në rast se do të dilte përballë Trumpit. Kjo nuk do thot fare që unë jam me Michelën. Por duhet lexuar çdo element i botës së madhe. Okay. I wander around. As well you should. Do t'ju jap dhe një tjetër për të ëmbël. Duket e bukur si intervistë. Obama është nga folës publik më të jashtëzakonshëm. Ka të lindur gestikulacionin, ka të lindur muzikaliteti në gestikulacion, ulet bën një foto e ka të natyrshme, të gjitha fotot e Obamës janë pa kopjueshme, i lindur lider frymëzues, bie në sy që në konventën e parë jashtëzakonshëm. A është një fatkeqësi apo një fatmirësi që ka një grua të jashtëzakonshme? Fatmirësi. Për Obamën mund të japin përgjigje të sigurt. Për Michelën nuk e japin dot. Në këtë intervistë të menduar mirë, strategjikisht, Obama thot 2 hapa para, 2 hapa mbrapa. 2 hapa para, 2 hapa mbrapa. Shiko, një gjë që Michela e kuptoi më shpejt se unë është që për të udhëhequr një vend, ti duhet i kuptosh atij sjelljet, mendimet, ajo e kapi më përpara.
unë jam shumë krenar për punën që bëri ajo. Jo, duhet thua që unë s'do e kisha kapur kurrë atë që kapi ajo. Si fillim. Vjoj. Ai thot, Letterman i thot, shiko se edhe Mamie Eisenhower ka qenë një fajin, dhe po të shikojmë në intervistë Eisenhowerit, po ta pyesësh për gruan, thot, unë jam shumë krenar për punën që bëri ajo. Mirë po Mamie dhe Michelle janë dy gradë ndryshme. Michelle ka bërë atë që është gjurmë më madhe, Mamie dihet që është ajo pa një kontribut jashtëzakonshëm publik, pavarësisht se sa jashtëzakonshme mund të ketë qenë jeta vet. Të dy burrat e përfundojnë fjalin duke thënë, unë jam shumë krenar për punën që ka bërë ajo. Jetë avion. Obama nuk është më president. Kur i thonë që mund t'jesh prapë se realisht ka ikur në pikën e vetë më të lartë dhe mund kthehet prapë, sidomos ikja në pikën e lartë është ta bani mirë për rikthim. Ai thotë mund t'jetë Michelle. Dhe sa po e ngacmon audiencën që mund t'jetë ajo, prit, po më keq kuptoni. Unë nuk dua ta humb atë, se ajo do të lindte mua. Sigurisht, ai çift mund t'i ketë bërë paktet strategjike që njëherë ta testoj audiencën dhe njëherë ta tërheq që mos ta tregoj strategjinë. Por ajo që na rezulton në librat e shkruara me Michelle është që pas presidencës së tij ne kemi një fyerje të marrëdhënies së bromshme, sepse pushteti na vuri në konkurrencë dhe nuk kuptohej se kush ishte kush po merrte sa nga kush. Nëse Obama mori aq shumë nga Michelle dhe në një moment caktuar ne dim një gjë, që ju kërkua Michelle Obamas mos dilte në publik, sepse po kalonte popularitetin e Obamas. Sepse bëri ajo një grua shumë e fortë, është absolutisht peshore e saj. Po a ndodh kjo përdit me burrin e jetës apo me burrat e karrierës? 51-49, apo me këdo tjetër që na ka dhënë një hap të parë dhe që godet dhe një kompleks faj që gruaja e ndjen më shumë se sa burri instinktivisht. Ti thuash një gruaje se unë ta dash, fillon të ndjen kompleks faj. Ti thuash një burri se unë ta dash, se të duhej, thot. Se s'ma dhe kot. Pa diskutim që ajo që bën burri është e duhur. Pa diskutim që ajo që bën gruaja është empatike. Po empatia nuk është arsye për të qenë më pak, është arsye për të qenë më shumë. Dhe sakrifisa që ne bëjmë, jo vetëm me burrat, por sakrifisa që bëjmë me çdo në jetë, e tipit që kur na shajnë, siç unë kam ndjerë, në media, për atë që jemi. Sot më vjen keq shumë për veten time. Nuk di si ta përqafoj veten time. Sepse kur më shahin, nuk mendohesha si po ndjesha. S'kisha fuqi të mendoja si po ndjesha. Thoja si po ndjehet i ndirë. Qa po mendon ai? Ka marrë telefon? T'ja them këtë? Të bëj sigur nuk po e kuptonej? Të bëj sigur nuk më ka bërë përshtypje? T'i them leje kaloje? Ka diskutim që ky është një instinkt që e ka quar jetën përpara. Dhe mëmësi. Por ajo që unë ju them është, kujtohuni që her pas here duhet të dilni nga vetja, ajo e dyta, vete, dali dhe përshafoj ty një, se e ti keq. Bëjeni këtë. Dhe tani, me epi pak edhe pjesën tjetër për tonën, vetëm 1 minutë do të marr. Është aktiviste, studion megjithëse me fëmijë, me martesë të dytë. Kjo është pjesa më domethënë se intervistës për mua e Barack Obamas. Kur unë lexoj nën rreshta atë që ai nuk e thot, cinizmin e madh me të cilin e ëma e ka përballuar ta bëjë birin një njerëz të madh. Nga unë tha ka vetëm vetulla. Me një qartësi absolute që po ta vendoste veten në vend të parë, po të thoshte të vërtetën
siguri agresive që kishte ndaj një burri që kishte lënë me një fëmijë 4 muajsh, ky nuk do kishte figura të shëndetshme në mendjen e vet, dhe nuk do ishte ky njeriu që të thoshte që unë i kam mësuar të qija dhe tip jo prej asaj, por më vonë, sepse ai brenda vetes do ishte rritur me kompleksin që ka një bab me 1, 2, 3, 4, 25 negative, dhe nga ana tjetër, nuk do thoshte që mua ai më mësoi dhe nga mungesa, sepse tabani i vendosur nga ajo e hëma, që i tha nga unë ke vetullat dhe nga i trurin, e bëri atë nëpërmjet sakrificës dhe tërheqjes asaj në bek, mbrapsh, që t'i linte të mendonte i biri, që i ati ishte shumë i mençur, i vlefshëm, ndarja e tyre nuk ishte çështje e tij, dhe shiko se nga unë ke marrë gjën më të zakonshme, dhe nga i ke marrë gjën më të jashtëzakonshme pikërisht se të mungon, dhe nëpërmjet mungesës ai kuptoi se si e mbushte gropën e cila ishte grop, po jo e zezë se ekzistonte ajo.